a është Gyrsagasi, më fali, a është Geron Meçe i vetmi personi marrë peng? Jo. Jeni dëshmitar se 3 muaj më parë u morë peng Daniel Shima. Daniel Shima nxirë pak atë zojnë, ka histori interesante shumë. Ja. Ajo e kishte marrë shofer Danielin. Nga shofer e kishte bërë mbi shofer. Nga mbi shofer e kishte bërë zëvendës drejtor. Takshit. Imagjinoni ju tani. Zëvendës drejtori i Akshit, se këtu ka historira nga më të pa përshkruarat të gjitha llojeve. Zëvendëstori i Akshit, një ditë për ditë, thirret nga Lubia Bis dhe i dorëzohet fleta e shkarkimit nga detyra. Kur ditën që kjo u thirr në skap, ditën që kjo u thirr, ku u pyet 7 apo 8 orë sipas mediave, dhe sa doli, shkoi drejt në zyrë dhe i komunikoi ish shoferit mbi shoferit dhe zëvendës drejtorit largimin nga detyra. Nuk u mjaftuan me kaq, se pse e tek natyrisht mendja të shkon, përgjithësa ky akt ndodhi fill sa po doli nga skapi, dikush asaj kishte thënë se spiuni është Danieli. Se ndryshe s'ka si kuptohet. Danieli pra duket se ishte dekonspiruar. Dhe çfarë ndodh Danielit? Jeni të gjithë dëshmitar. Një ditë në mes të bulevardit, mes të Tiranës, persona të veshur policë e rrethojnë dhe Danieli e kupton me njëherë se do ketë fatin e Gerondit. Dhe i hipet, në moment i çon partnerës, mos gaboja, apo nënës vetë, nuk pa i mend tani mirë, i çon mesazhin, po më rrëmbejnë, po marrin peng persona në uniformë policie. E morën, e fusin makinë, e nisën nga rruga Elbasanit tek fakulteti i gjuhë letërsi, e futën herë në qytetin studenti, shkuan Gjersi për u kthyer dhe pastaj vazhduan rrugën drejt dhe në podrumet e Suel Çels. Në podrumet e Suel Çels urdhri ishte ta groposnin, por urdhri ndryshoi sa po u mor vesh se ky ka dërguar mesazh dhe se uniformat policisë po më rrëmbejnë. Kështu që e shtruan në dru Danielin, ja thyn kockat dhe e prun gjysmë të vdekur në ora 4 të mëngjesit në shtëpinë e tij. Nga ajo ditë deri sot, Danielin nuk e ka takuar më asnjëri. Është i gjallë apo s'është i gjallë, jeton apo s'jeton, askush nuk e din. Jam përpjek, si të jeni dëshmitar, të bëj thirrje mediave, të bëj thirrje avokatit popullit, të bëj thirrje shoqërisë civile, që të shkojnë të atakojnë në shtëpi, por thirrjet e mia nuk kanë gjetur asnjë përgjigje nga askush. Për fatin e Danielit edhe sot nuk dihet. Është i gjallë
apo s'është i gjallë, është jeton apo nuk jeton. Një gjë dihet për Danielin, që ai u shkarkua nga kjo ndrikulla, nga kjo lubia bis, sapo ajo u kthye nga skapi në zyrën e saj. Pra, këto zhvillime